Java 26 e Abisnet Superiore rikthej një nga sfidat më të mëdha të futbollit shqiptar klasike në Vllaznia Tirana. Dy ekipet vinë në këtë përballje në pozita diametralisht të kundërta në renditje. Kuqeblut kryesojnë kampionatin me 48 pikë, ndërsa Bardhë e Blut renditen në vendin e parafundit me 21 pikë. Të dyja skuadrat kërkojnë reagim pas humbjeve të javës së kaluar. Vllaznia u poshtë 2-1 në transfer ndaj Bylisit, ndërsa Tirana u ndal 0-1 nga Teuta. Kjo e bën sfidën edhe më të tensionuar pasi pikët janë jetike për objektivat respektiv. Qytetarët shkodranë vlerësojnë peshën historike të kësaj përballje, pavarësisht diferencave në tabelë. Ata shprehen me optimizëm për një fitore të Vllaznisë. Tirana është ka ditën e vet për të fituar, sepse dihet renditja e saj në pikë, kështu që ai do të bëjnë pa mujtën. Megjithëse unë më takon mua si tifoz i Vllaznisë, që them qyteti Vllaznia megjithatë ndeshja është e fortë. Po do të fitojnë se s'bën se kur ka arrit për deri ato veç një humbje patitek, se ka fituar 7 meshje. Ideja jeme Tirana përmirësu me marrë barazim në e mirë. Që Tirana ka marru. Unë jam i bindur që Shkodra do fitoj. Ka një energji të mrekullueshme edhe çdo gjë që e bën nuk e bën për lavdi, po e bën vetëm për emër të Shkodrës. Në dy përballjet e para të këtij sezoni, Vllaznia ka marrë një fitore 3-1 në Shkodër, ndërsa sfida në kryeqytet është mbyllur në barazim 2-2. Klasikja e futbollit shqiptar do të luhet të premte në orën 19 në stadiumin Loro Boriçi, në një mbrëmje që pritet të dhurojë emocione dhe rivalitet të fortë sportiv.